إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falenderojmë Allahun, nga ai ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se vetëm ai meriton që të adhurohet. Dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Adresojmë salavatet dhe selamet mbi të dërguarin ton, familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, javën e kaluar kemi folur dhe kemi filluar për të folur për temën më të rëndësishme në Islam, për shtyllën e imanit, për atë pikë, për atë çështje për të cilën Gjibrili alayhi salatu wassalam, çështjen e parë që ka kërkuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam për t'ia qartësuar, ka kërkuar se çka është imani. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "El-imanu an tu'mina billah." Besimi është me besu Allah. El-iman, thelbi i imanit, baza e imanit është të besuarit në Allah. Kemi përmendur se 4 çështje duhet të plotësohen për të qenë besimtari dhe për të pasur këtë dhunti të madhe, besimin e Allah. Javën e kaluar kemi përmendur se kushti kryesor është besimi në ekzistencën e tij dhe kemi përmendur argumentet të ndryshme. Pika e dytë, që është e domosdoshme dhe patjetër duhet të plotësohet, është të besuarit në tauhidin rububia, që nënkupton bindja e thellë çdo muslimani se Allahu subhanahu wa taala është krijuesi gjithçkaje, është zotëruesi gjithçkaje, është furnizuesi gjithçkaje, sundues suprem i çdo gjëje. Ky është besimi i pastër që duhet ta kemi në Allahun subhanahu wa taala. Allahu në librin e tij na ka njoftuar, na ka mësuar se ne e adhurojmë Allahun i cili është zotëruesi gjithçkaje. Elhamdulillahi rabbil alamin. Fjalën e parë të cilën e flasim, e themi në çdo recat, është shprehja falënderim që i bëhet Allahut Rabbul alamin, Zotit, zotëruesit të gjitha botëve. Do të thotë çdo musliman e ndjen veten krenar në faljen e namazit, në ibadetin kryesor që i bëhet Allahut në fenë tonë. Pra fjala e parë që e themi në surën El-Fatiha, Ummul Kitab, në këtë libër madhështor që ka përmend Allahu, që ka fillu me surën më të rëndësishme, e themi Elhamdulillah, falënderimi qoftë Allahut, hamdi i takon Allahut, Rabbul alamin, i cili është Zoti i të gjitha botëve. Allahu thot Kur'an në një ajet kuranor: "Kul a ghayra Allahi abghi rabban", thuaj, atë kërkoj unë Zot tjetër, të adhuruar tjetër, mbështet tjetër, pos Allahut, i cili është Rabbu kulli shay, zotëruesi gjithçkaje. Allahu është Zoti i tokës dhe i qiejve, i lindjes dhe i perëndimit, i kodrave dhe i detrave. Allahu është Zoti i diellit dhe i hanës. Allahu është Zoti i njeriut. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bërë duat, prej duave të tekstuara është: Allahumma rabbis samawati wal rabbil aradin, o zotërues i tokës dhe i qiejve, rabbil arshil azim, dhe o zotërues i arshit të madh. Zotërues i arshit të madh, Allahu e zotëron arshin e tij, e zotëron tokën dhe qiejt. Rabbana wa rabb kulli shay, o Zot, ti je Zoti zotëruesi i gjithë neve dhe i gjithë shkaje. Falik al-habbi wan nawa, ti ai i cili
e zbërthen, si ai i cili e krijon bimën, farën dhe e sjell njetë. Unzila at-Taurati wal-Injili wal-Quran, po ashtu nga ti vjen dhe është zbritur Tevratit e Musaj, Injilit e Isa, po ashtu dhe Kur'anit e Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prandaj vëllezër të dashur, pika kryesore që duhet kemi parasysh është se Allahu është zotërues i gjithçkaje. Post kësaj, Allahu subhanahu wa ta'ala është krijuesi, hu Allahu al-Khaliq, Allahu është krijuesi. Apo si e thekson Hafidh al-Hakimi në poezinë e tij të bukur, wa annahu ar-Rabbu al-Jalilu al-Akbar al-Khaliqu al-Bari wal-Musawwir. Allahu është pra Zoti i cili posëdon emra dhe të bukur dhe cilësi të përsosura, i cili është më madhështori, al-Khaliqu, i cili është krijuesi. Hu Allahu al-Khaliq, Zoti ynë është krijuesi i gjithçkaje. Përveç se është krijues, Allahu subhanahu wa ta'ala është shpikti i çdo gjëje. Badi'u as-samawati wal-ard. Allahu thot, Zoti e ka shpikur tokën dhe qiellin, duke mos pasur shembull të kaluara. Badi'u as-samawati wal-ard. Andaj Allahu është ai i cili ju krijon. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Ju krijon juve o ju njerëz. Se njeriu pikëpari duhet ndalë dhe të meditojnë krijimin e vetvetes së tij. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allahu ju krijoi juve në barkun e nënave tuaja. Khalqan min ba'di khalqin, në etapat e krijimit që ju zhvilloi juve, ju krijoi juve fi dhulumatin thalatha, në 3 errësira. Në membranën mbulesëse, errësira e parë, errësira e dytë mitra, errësira e tretë barku i femrës. Këto të trija janë e 3 errësira ku nën këto 3 errësira Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmsu dhe nga ty të kanë dhirur në këtë jetë. Prandaj Allahu është krijuar. Përveç asaj Allahu është bari al-baraya munshi'ul khalaiq. Është që sjell çdo gjë, që krijon çdo gjë duke mos pasur shembull të kaluarën. Kjo është madhështia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Munshi'ul khalaiq, e krijon njeriu nga e krijon çdo gjë nga asgjëja. Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Mubdi'un bila mithalin sabiq. Prandaj huwal musawwir, Allahu është edhe formësuesi i gjithçkaje. Neve na krijoi Zoti. Neve na formsoi Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj çdo besimtar duhet jetë i bindur se Zoti është i vetmi ai i cili krijon çdo gjë. Dhe askush nuk i bëhet atij rival. Prandaj dhe thot Allahu në Kur'an, kul men rabbus samawati wal ard. Thuaj o Muhammed, thuaj atyre njerëzve që kanë dyshje në ekzistencën e Allahut, në fuqinë e Allahut, në adhurimin që i bëjnë dikujt tjetër posa Allahut, kul men rabbus samawati wal ard. Thuaj kush është Zoti i qiejve dhe i tokës. Kulillah, thuaj Allahu, pa dyshim. Kul afattakhadhtum min dunihi awliya. Atëherë pse po merrni adhurues tjetër posa Allahut? Se po i mbështetin dikujt tjetër posa Allahut, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Krejt zotra që adhurohen, krejt idhuj që adhurohen jashtë Allahut, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Ata nuk kanë mundësi të sjellin vetvetes dhe juve as dëm as dobi. Nuk kanë forcë. I vetmi është Allahu i cili posedon forcën absolute. Asnjë krijesë nuk e ka forcën absolute. Njeriu ka të kufizuar forcën e tij. Edhe dielli dhe hana etin në forcën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kul afattakhadhtum min duni awliya, po merrni miq për të dashur, të adhuruar posa Allahut. Hal tastawi al-a'ma, kul hal tastawi al-a'ma wal-basir. Thuaj, a janë të barabartë ata që shohin dhe ata që nuk shohin? Nuk janë të barabartë. Ai i cili sheh me sytë e tij, pa ndihmën e askujt. Ai i cili adhuron Allahun, i cili është krijues, ai nuk ka nevojë ndihmën e të tjerëve. Ai i cili është i verbër, vërtet është i verbër që kërkon ndihmë nga të tjerë. Hal tastawi al-a'ma wal-basir, am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur, thot Allahu. Apo ai është në barabartë drita dhe errësira. Kur njeriu është në dritë, lundron, lëviz, sepse shet dritën, është i qartë, dhe sa ai i cili është në errësirë nuk e din kat anoj. Kështu janë ata njerëz të cilët anashkalojnë çështjen e besimit dhe orientohen drejt besimeve të kota. Mandej Allahu subhanahu wa ta'ala ja u parashton një pyetje dhe thot: am ja'alu lillahi shuraka, apo am ja'alu lillahi shuraka khalaqa
ka khalqihim khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim. Apo mos ndoshta ata që ju për adhuroni, ato besnutni që i keni ndaj gjanave të kota, qoftë ndaj gurit, qoftë ndaj varit, qoftë ndaj tyrves, qoftë ndaj njerëzve, qoftë ndaj pejgamberve. A mos ndoshta ata kanë qenë afër Allahut kur Allahu i ka kriju çdo gjë? A mos ndoshta ata ju sjellin ju evlat? A mos ndoshta ata ju sjellin ju furnizim që juve më ju trumbullu mendja dhe me qenë të habitshëm se kush do të jetë krijuesi? Kulillah, thuaj se padyshim Allahu khaliku kulli shay. Allahu është krijuesi i vetëm, edhe është krijuesi gjithçkaje. Wa huwa al-wahid al-qahhar, dhe Allahu është i vetëm i cili është i papërballueshëm. Përveç kësaj vëllezër duhet jemi të bindur se Allahu subhanahu wa taala është i cili neve na sjell furnizimin. Ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Nuk ka krijesë përveç se ka të paracaktuar nga ana Allahut furnizimin. Allahu është furnizuesi gjithçkaje. Allahu ar-Razzaq. Allahu i furnizon çdo gjë dhe është i pasur dhe i furnizon gjitha krijesat e tij dhe nuk ndjen lodhje edhe nuk ndjen mangësi. Krijuesi i gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i vetmi që i takon sundimi gjithçkaje. Malik yawmiddin. Malik yawmiddin, sunduesi i ditës së Kiametit. Zotëruesi ishte diçka tjetër, zotëron, mirë po sunduesi është diçka tjetër. Allahu është sunduesi i gjithçkaje. Kulillahumma malikal mulk. Thuaj, Allahumma, o Zoti im, malikal mulk, ti sundon çdo gjë. Çdo gjë sundon Allahu subhanahu wa taala. Ama Allahu ka përmend Malik yawmiddin, sunduesi i ditës së Kiametit, nga se të gjitha krijesat do të ringjallën ditën e Kiametit. Krejt njerëzimi do të jetë aty. Të gjithë do të ndëgjojnë me vëmendje, të gjithë do të kenë logjik, të cilët do t'i perceptojnë gjanat. Atë ditë është e rëndësishme se kujt i takon sundimi. Padyshim, sundimi absolut i takon te Allahu subhanahu wa taala. Kulillahumma malikal mulk. Thuaj o Zot, ty takon sundimi. Malikal mulk, ti sundon çdo gjë. Tu'til mulka man tasha. Kujt do t'i jep sundim? E keni pas shumë njerëz që zullumçar Allahu i ka dhënë pushtet. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mi pa Allahu me urtësinë e tij e nxjerr këtë pushtet dhe ja merr. Sa i ka dhënë Allahu pushtet Firaunit, ja ka marrë. Sa Allahu i ka dhënë pushtet kriminalëve, diktatorëve, po ja u merr ata. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allahu ngrit këm të doj dhe e për ul këm të doj, e poshton këm të doj. Biyadika al-khayr, mirësia është në dorën tënde. Innaka ala kulli shay'in qadir. Me të vërtetë, ti o Allah je më i plotfuqishëm, je i plotfuqishëm për çdo gjë. Prandaj duhet ta adhurojmë Allah. Duhet jemi të bindur në Allah, se është duhet i gjithçkaje dhe mos i bëjmë atij rival. Përveç kësaj duhet jemi të bindur se çdo dëm dhe dobi është në dorën e Allahut. Wa in yamtaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lah. Nëse Allahu ka bu emër me të godit një mirë ose një keqe, askush nuk mund ta parandaloj. Nëse Allahu ka bu emër me të ndodh një fatkeqësi ka me të ndodh. Nëse Allahu ka bu emër me utrill toka, askush mund ta parandaloj. Nëse Allahu e ka bu emër me dal gjeli para hana para gjelit, me u bo zenit, apo me u bo dhe me thonë el kusuf, dhe me thonë kur të zehet gjeli me hanën, dhe bëhet tërësir, asë kush mund të parandaloj. Kjo është fuqia Allahu. Nëse Allahu ka bu emër mës me pas ramje të shiut, nuk do të bije. Nëse Allahu ka bu emër që një njëri me pas evlat do të ketë, nëse Allahu ka bu emër që një njëri sa vazhdoj jetën e ti, asë kush mund të ndalë teke. Jetën e tij. Nëse Allahu e ka bëu emër që dikush vdes, askush mund t'ia shtyjë atë jetën. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu për çdo gjë është i plotfuqishëm. Dorën e tij është çdo gjë. Prandaj, përveç kësaj Allahu është ai i cili jap jetën dhe jap vdekjen. Tulijul lejla fi an-nahar wa tulijul an-nahara fi al-layl. Allahu është ai i cili shndron natën në ditë dhe ditën në natë. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Dhe Allahu është ai i cili prej vdekujt të nxjerr gjallin. Dhe prej gjallit e bën gjallin e bën të vdes. Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Prandaj ne muslimanët e adhurojmë Allahun me këtë vetdije. Me vetdijen se Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Me vetdijen se Allahu është sunduesi i gjithçkaje.
me vëdijen dhe me bindje në thellë se Allahu subhanahu wa ta'ala është zotërues, krijuesi gjithçkaje. Fala sharika lah. Dhe nuk duhet t'i bëjmë në rival. Nuk duhet t'i bëjmë ortak Allahut, që tema kryesore do të jetë javën e ardhshme. Por ne duhet jemi të bindur. Edhe në këtë pikë shumë të rëndësishme, sepse kjo është pjesë plotësuese për të besuar Allahun, pra bindja se Allahu është krijuesi vetëm, bindja se Allahu është sunduesi vetëm, bindja se Allahu është zotëruesi vetëm, bindja se Allahu është ai vetmi i cili e ngjall vdekurin dhe vdes gjallin, e askush tjetër. Prandaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam i ka thënë Allahut: "Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta", o Zoti im, mundsoma ta shoh se si e ngjall vdekurin. Nuk po dishon Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Qala wa lam tu'min. Allahu po din më mirë çka ka në zemrën e Ibrahimit, mirë po thot: "Awalam tu'min?" A nuk po beson që ne dëgjojmë me vëmendje besimin e Ibrahimit? Qala bala, gjithsesi o Zoti im, walakin liyatma'inna qalbi. Mirë po, dëshira jeme është me pa me ty, vetëm se si ringjallet njeriu, vetëm se si është ringjallja. Allahu e mor një shembull për të parë Ibrahimi ayn al-yaqin, që me synen e tij më u bindë dhe më shumë, dhe për të marrur në mësim se si ngjallet i vdekurit dhe se si i vetëm është Allahu i cili e ka në dorë jetën dhe vdekjen. Qala takhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Meri 4 zogj edhe stoftoj, seri atati, stoftoj, shka përderdi, edhe vendosin e për kodra. Mandaj me lejen e Allahut, me emrin e Allahut, mbjelli ata, kërkoj që të vinë të këti, me lejen e Allahut dhe e bëri një gjë të tillë. Prandaj, kur epi urdhën Allahu, të gjithë zogjet, pjesët e trupit të tyre që ishin shka përderdhura, kur erdhi urdhri i Allahut, u formsuan ashtu si ishin herën e në herën, dhe erdhën te Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Ne padyshim se ky është shembull që Allahu i sjell besimtarëve dhe Ibrahimit alayhi salatu wassalam për të shtuar imani atyne dhe si rezultat i kësaj të afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala dhe të jemi më të bindur. Andaj dobit dhe frytet e besimit tauhidur rububiyya janë shumëta. E më kryesorja është se kur ne jemi të bindur në gjithë çka përmendëm, na orienton që namazin ta bëjmë vetëm për Allahun. Na orienton që çdo musliman duhet të jetë krenar pse e adhuron Allahun. Na orienton që duhet ta na shkalon gjitha adhurimet e kota dhe na orienton drejt besimit drejt Allahut subhanahu wa taala. Andaj e lutim Allahun në emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që të na bëjë të besimtarëve të devotshëm dhe të na bëjë që ta jetojmë këtë tauhid, këtë besim të pastër, edhe të jemi krenar, edhe ta përmirësojmë jetën e kësaj bote, që ta fitojmë jetën e amshueshme. Inshallah Allahu na bën të këtyre besimtarëve të devotshëm.